Ju se ka bëjt. Sot jemi mbledhur jo si individ të ndarë, por si një trup i vetëm, për të ngritur zërin kundër një plagë të thellë që po e gryn shoqërinë tonë, vrasjet, dhuna që po bëhet për dismëri. Nuk ka më vend për heshtje, nuk ka më vend për durim. Ku një pjesëtar i policisë së Kosovës, një njeri që ka betuar jetën për mbrojtjen tonë, bie viktim e një akti kriminal, para hyrjes së ndërtesës ku jeton. Kjo nuk është thjesht një tragjedi personale, kjo është alarm për shtetin, kjo është thirrje për përgjegjësi, kjo është dhimbje për të gjithë ne. Sot jemi këtu, jo për të nderuar kujtimin e tij dhe të gjithë atyre që kanë humbur jetën mizërisht, por për të gjithë, për të thënë qartë dhe fuqishëm, mjaft më. Sa gra të vrara në shtëpi nga burrat, sa të rinj të vrarë në rrugë, për një fjalë goje, për një konflikt banal, sa familje të shkatruara. Arsye protestës sotme është për sensibilizimin dhe informimin e qytetarëve kundër një dhune që po ndodhen në shoqërinë tonë, kundër vrasjeve që po ndodhen në shoqërinë tonë. Domethënë, na si organizat jemi ardhur sot pak, informimi nuk ka qenë i mjaftueshëm dhe koha ka qenë e shkurt, mirë po nuk mund të rrim të heshtur përballë këtyne që ndodhen. Vrasja e policit, gjitha këto vrasje atij të riu në Vushtri, domethënë kjo themi stop këtyne vrasje, ju ftojmë institucionet që le të merren më seriozisht, le të forcojnë ligjet e armëve, le të bëhet siguria më e madhe si në për institucione, si në për rrugë, që fëmijët tanë le të jetojnë të lirë.